Komisioni i ligjeve kaloi për votim në seancë plenare 6 kandidat për avokat populli, të gjithë të mbështetur nga opozita. Gjatë seancës plenare, kreu i kuvendit Niko Peleshi lexoi edhe kërkesën e opozitës për të mos përfshirë në rendin e ditës votimin e avokatit të popullit, me përsëritjen se janë tërhequr nga firmat për të gjithë kandidatët. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nga foltorja e kuvendit ka shpërthyer në akuzën ndaj mazhorancës, sa i takon çështjes për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. Ai tha se Partia Demokratike u tërhoq nga firmat, duke respektuar vendimin e Komisionit të Ligjeve, që deputeti ka të drejtë të firmosë vetëm një herë. Vendimi i Komisionit të Ligjeve ishte i qartë. Nuk pranohen sepse janë vendosur firma, i njëjti deputet ka firmosur disa kandidat. Dhe tani ju prisni, shikoni sa çfarë po. Me qenë se duhej pa tjetër që ai që zoti Kliçi e quajti lepri i Surrelit, kurse unë do ta quaj jo lepri i Surrelit, po opozita e emëruar apo e dështruar, që duam, opozita që duam, kishte marrë firma dhe tani përmbysni vendimin. Përmbysni vendimin e Komisionit Ligjeve. Vendimin tuaj. Shkelmorim i veten tuaj. Vetëm e vetëm që të grabisni avokatë e popullit. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Mundësia, Agron Shejaj, akuzoi qeverinë se po tentojnë të vjedhin nga opozita kandidatin për avokat populli. Shejaj u bëri thirrje demokratëve për të pranuar vimësinë e përzgjedhjes pavarësisht tërheqjes së firmave. Pavarësisht qëndrimeve qesharake, është e qartë që avokati i popullit takon opozitës. Është e qartë gjithashtu që ju keni vendosur ta rëmbeni avokatin e popullit. Por kjo nuk është ndonjë çudi e madhe dhe nuk duhet na habis, sepse tani që ne flasim këtu në këtë sallë, në një sallë tjetër po vendoset kreu i SPAK-ut, kreu i SPAK-ut. Dhe aty janë mbledhur të gjithë ambasadorët, nuk ka vend për gazetarët, sepse kanë frikë se ju rëmbeni edhe kreun e ri të SPAK-ut. Imagjinoni se çfarë poshtërimi që po ju bëjnë ambasadorët, që po i bëjnë kësaj magjorance. Kështu që ftoj kolegët opozitar ta pranojnë se s'kemi çfarë të bëjmë, e kanë vendosur ta rëmbejnë, janë lojra të ulta, të vazhdojnë ta bëjnë. Opozita vijoi debatin me mazhorancën, ndërkohë që në një moment deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ofendoi me termin ignorant kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Nga ana tjetër, Flamur Noka seroi se fjalën ignorant e ka fjalori i gjuhës shqipe. Mua më vjen keq që ju talleni me një persekutuar politik si Besim Drejgjoni. Keni vite me radhë që e gënjeni, sepse të gjithë e dini që Besim Drejgjoni nuk zgjidhet dot në atë institucion se nuk e le ligji se ka mbushur 70 vjeç. Por me qenë se unë jam 81, thot njëri, hajtë se po bëjmë dhe këtë 77. Por nuk bëhet dot, nuk të le ligji. Ju talleni me Adriana Kalam, po ti s'merr vesh ka ligjet, po do ta shpjegoj unë. Po, patjetër. Këty zotëria duhet dali për jashtë, unë e ndërpres fjalën derisa nxirrni për jashtë zotërin. Faleminderit, nxirre për jashtë atë zoti kryetar. Unë nuk kam fyer askënd ndaj atë vërejtjen tërhiqje zoti kryetar. Pse? Unë kam përmendur një term, ignorant. Termi ignorant në fjalorin shqip zbërthehet një njeri i cili nuk ka dieni për një çështje të caktuar. Është ignorant në atë fushë. Zotëria është ignorant në fushën e ligjit dhe vazhdoj t'ja them që është ignorant në fushën e ligjit. Ky nuk është fyerje. Pas debateve mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kuvendi ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për avokatën e popullit me 77 vota kundër dhe 30 deputetë të Partisë Demokratike pro.